këto javët e fundit ka pas ngjarje, ka pas zhvillime politike të tensionume në mes të pushtetit të Zotit Kurti dhe babait juaj, Samil Ushtakut. Ngjarjet që janë zhvilluar në Skenderaj për shumë kanë qenë të frikshme dhe trishtuese. Njëra prej tyre është dërgimi i njësive speciale atje, pas një incidenti që ndodhi në Skenderaj. Si keni pa këtë ngjarje, si keni pa këtë zhvillim? Realisht është përkeqësardhje se si përdoret policia e Kosovës, si përdoret gjithë institucionet e Kosovës në interes të pushtetit dhe partisë në pushtet. Dhe kur ndodhi rasti kur njësia speciale vetëm është dhënë urdhë që me ardhë me rrethu një farfur me Drenicën, jam ndje shumë i emocionuar dhe më ka kujtu ngjarjen e 5-6-7 marsit në atë tetës. Krahasim i rëndë, zotë Lështak. Është shumë krahasim i rëndë. Vërtet po them që është ndje. Nuk po them që është vërtet, sepse po është policia e Kosovës. Janë ndjem tonë, janë njerëz që janë edhe veteranë të luftës në ato dhe kena një respekt jashtëzakonshëm, po tregova ndjenjen që shkëmbos nga brenda. E tham pa ndaj protokoll. Dhe jam emocionuar shumë, sepse tu e ditë edhe faktin që policia është e Kosovës nuk dohet të bie prej në ndikime të ulta politike. Por pastaj kemi marrë vesh se ka ndodhur, po lëshom edhe te tim dhe kam reaguar domethënë dhe publikisht se po vinë njësia speciale me maska dhe me armë gjata dhe po zbatojnë urdhën politik të Sfesës dhe të Albin Kurtit. Për një incident fizik që s'ka pas domethënë as të plagosur, as nuk ka pas domethënë ndërsa në po të njëjtën ditë ka pas sa e di edhe vrasje në rrugën Bej në Prishtinë dhe s'kemi pa asnjë njësi speciale andej. Dhe duke ditë se gjithmonë edhe prokurorisë i kemi thënë që ne jemi të gatshëm të përgjigjëm ftesës. Tash vim aty. Edhe e kemi marrë vesh që nuk ka qenë kërkesë nga prokuroria që të shtohet njësia speciale, sepse funditës edhe ata e bojnë një lloj elaborimi, a ka nevojë edhe për njësi speciale apo jo në rastin në fjalë, që nëse ndihen të rrezikuar apo diçka tjetër. Çka ndodhi në Skenderaj një ditë më herët? Një ditë më herët ka pas një incident, unë kam qenë në Prishtinë dhe kam dëgjuar që ka pas domethënë një incident mes qytetarëve dhe Hysni Mehanit të vetëvendosjes, ku fatkeqësisht domethënë ka pas edhe lindime. Pra është lëndu zyrtari i vetëvendosjes. Dhe ato pastaj dole me një njoftim jo Samil Ushtaku ka pas domethënë më ka sulmu, a realiteti edhe në bazë asaj që unë e kam kuptuar dhe e kam bisedu, ka qenë që ka pas përplasje mes qytetarëve dhe ka dashur mu viktimizu këtë pjesë që me dalë që më ka sulmu kryetari i Samil Ushtaku, generali lufte, që është di mu viktimizu kjo pjesa e vetëvendosjes. Ngjarja është ngjarje dhe sigurisht incidenti duhet të zhvillojë policia e Kosovës, prokuroria dhe sigurisht na jena të hapur për çdo proces të drejtë. Dhe këtë aspekt sigurisht kur e kam marrë vesh, unë kam shkuar më një herë edhe në Skënderaj dhe a ka godit zoti Ushtaku? Unë me gjitha informacionet edhe kur kam pyet ju se ka godit. Albin Kurti tha se ka incizime, ka dëshmitar që se zoti Ushtaku e ka godit personalisht zëvendës ministrin ton, kandidatin për deputet. Ne dim fyret e mëdha që ka bërë Hysni Mehani, që ka quajtur momentin Sami Serbia, dhe për qytetarët, edhe për rrethun edhe për neve si familje, është rënd e lejmo për qytetarët që dojnë ushtrinë çlirimtare të Kosovës, e din sakrificën edhe shumë luftëtarëve, veteranëve, edhe realisht edhe gjithë sakrificën e popullit që ka
që ka vujt me masakra të tona që kanë ndodhur në Kosovë nga Serbia. Dhe duke ditë që baba jam ka një jetë të tonë që ka luftu Serbin, edhe më kujtohet një rast kur baba pas luftës unë ka pas thonë kom po një djalë të shkelur për një tenke, edhe tha më ka çu mallin se tonën, më ka rqeth trupin veç kur e kom dëgju. Edhe so masakrat i ka po baba, u mundu mi dal mbrojtje qytetarëve, edhe mi bo një krahasim të tillë, shumë qytetarë janë prek për atij krahasimi. Edhe besoj që qytetarët s'po them që është e drejtë, e mirë ajo që ka ndodhur, po pavarësisht asoj edhe dinjiteti nuk do të shkelet vetëm se e ki qëllim politik.